Mirë se erdhët. Sot do të flasim për diçka që prek shumë njerëz, ankthin shëndetësor. E dini, atë ndjenjen e vazhdueshme, atë preokupimin se mos kemi ndonjë sëmundje të rëndë. Bashk do të shohim se si ta kuptojmë më mirë dhe, ç'është më e rëndësishmja, si të mësojmë ta menaxhojmë. Imagjinoni pak. Po sikur çdo simptom e vogël të ndihe si një katastrofë e vërtetë. Pikërisht kjo pyetje na fut në zemër të ankthit shëndetësor. Bëhet fjalë për atë momentin ku një rrajë pak më e shpejtë e zemrës apo një skuqje e vogël në lëkurë përkthehet menjëherë në kokën tonë si shenja e një rreziku të tmerrshëm, të pashmangshëm. Mirë, atëherë, për ta menaxhuar diçka, hapi i parë është ta kuptojmë, apo jo. Pra, le të fillojmë pikërisht nga këtu. Çfarë është saktësisht ankthi shëndetësor dhe si na shfaqet në përditshmëri? Në gjuhën teknike, ankthi shëndetësor njihet edhe si çrregullimi i ankthit nga sëmundja. E thënë thjesht, është një preokupim i vazhdueshëm se mos kemi ndonjë sëmundje serioze. Çdo simptom e vogël, si një skuqje apo rrahje zemre, shkakton një shqetësim të madh. Dhe pjesa më e vështirë është se edhe kur testet mjekësore dalin krejtësisht normale, ajo frika e brendshme mbetet po aq e fuqishme. Dhe këtu gjërat bëhen interesante. Ky ankth, le të themi, ka dy fytyra, dy anë të së njëjtës monedhe. Nga njëra anë, kemi kërkimin e vazhdueshëm për siguri, pra vizita pafund te mjekët, kërkime online për simptoma, edhe kur analizat dalin mirë. E nga ana tjetër, kemi të kundërtën absolute, shmangjen totale. Disa njerëz thjesht nuk duan të dëgjojnë fare për mjek, analiza apo çdo gjë që ka lidhje me shëndetin. Por, shikoni, edhe pse duken si dy ekstreme të kundërta, të dyja burojnë nga e njëjta rrënjë, frika nga pasiguria. Okej, tani që e kuptuam se çfarë është, le të shohim pak më thellë si funksionon ky mekanizëm. Pse ankthi bëhet gjithnjë e më i fortë me kalimin e kohës? Ka një cikël psikologjik që në thelb i mban njerëzit të bllokuar në këtë frikë. E po, ky është kurthi i ankthit, i ndarë në hapa. Ja si funksionon. Gjithçka nis me një simptom fizike që shërben si shkëndij. Pastaj, menjëherë shpërthen ankthi dhe mendimet katastrofike, po sikur të jetë diçka e tmerrshme. Për t'i shpëtuar kësaj ndjesie, përdoret një sjellje shmangëse, ose kontrollohet gjithçka në mënyrë obsesive, ose i injorohet plotësisht. Dhe po, kjo funksionon, por vetëm për pak. Jep një lehtësim të menjëhershëm, por këtu qëndron problemi. Çdo herë që e bëjmë këtë, truri ynë përforcon idenë se pasiguria është diçka e rrezikshme që duhet shmangur. Kështu, në terma afatgjat, frika bëhet edhe më e madhe dhe cikli vazhdon. Dhe kostoja vërtet e gjithë kësaj nuk është thjesht stresi, është paaftësia për të jetuar një jetë të plotë, një jetë me vlerë dhe kuptim. Kur e gjithë energjia dhe vëmendja shkon te frika për shëndetin, thjesht nuk mbetet më vend për gjërat që na bëjnë të lumtur, për pasionet, për njerëzit tanë, për rritjen tonë personale. Pra, pyetja e madhe është si e thyejm këtë cikël. E po, ka shpresë. Le të fillojmë me strategjitë që kanë të bëjnë me mendimet tona. Janë si mjete të brendshme që na ndihmojnë të rimarrim kontrollin. Një strategji fantastike quhet kontrollimi i fakteve. Mendojeni veten si një detektiv. Puna është të marrim mendimin anksioz dhe ta vendosim përballë fakteve objektive. Për shembull, mendimi anksioz thotë, këto rrahje të shpejta zemre do të thotë se kam një sëmundje kronike. Fakti objektiv, testet e mjekut dolën plotësisht normale. Ose, kjo skuqje duhet të jetë diçka super e rrezikshme. Fakti, nuk ka asnjë provë për këtë përveç një artikulli të paqartë online. Kur i vendosim përballë njëra tjetrës, shohim se frika shpesh ushqehet nga supozimet, jo nga realiteti. Dhe kjo na çon te një ide thelbësore. Një mendim është thjesht një mendim. Një mendim nuk është një fakt. Është kaq e thjeshtë por kaq e fuqishme. Mendimet tona, sidomos ato të frikshmet, mund të na duken si realiteti absolut, por në fund të ditës ato janë thjesht mendime, ngjarje kalimtare në mendjen tonë. Nuk kemi të detyruar t'i besojmë apo t'u japim fuqinë për të na kontrolluar. Mirë, folëm për mendimet. Tani le të kalojmë te veprimet. Sepse të ndryshosh atë që bën është po aq e rëndësishme sa të ndryshosh mënyrën se si mendon. Një strategji shumë e fortë është përballja me frikrat përmes ditarit. Tingëllon e thjesht, por funksionon. Ideja është të marrësh atë skenarin më të keq që ke në kokë dhe ta shkruash në letër. Pyetja që duhet i bësh vetes është, "Okej, po sikur të ndodhte vërtet kjo gjë që kam kaq frikë, çfarë do të bëja?" Kur e nxjerrim nga koka dhe e shohim në letër, frika fillon të humbas fuqinë e saj. Kjo mu sjell ndërmend një histori, një anekdotë për një pacient që kishte frikë të tmerrshme nga ataku në zemër. Edhe pse të gjithë mjekut i kishin thënë që zemra e tij ishte shëndosh e mirë, ai jetonte me frikën e vazhdueshme se rrajët e shpejta të zemrës do të ishin fatale.
Dhe ja çfarë ndodhi? Duke u përballur me këtë frikë, ai arriti në një përfundim të jashtëzakonshëm. Kuptoi se kishte vetëm 2 rezultate të mundshme. E para, ai do ta kalonte atakun dhe kjo do të ishte një kamban alarmi për të vënë shëndetin në plan të parë. Ose e dyta, ai nuk do të mbijetonte. Dhe në atë rast, shqetësimi do të merrte fund gjithsesi. Thjesht fakti që ai u përball me skenarin më të keq i dha një forcë dhe një qetësi të re, duke ja ulur frikën në mënyrë drastike. Kjo histori na çon drejt një tjetër strategjie të rëndësishme. Të jetojmë sipas vlerave tona. Shpesh, frika nga vdekja nuk ka të bëjë aq shumë me vetë vdekjen, sa me frikën se nuk kemi jetuar një jetë të plotë. Pra, hapi i parë është të ndalemi dhe të mendojmë, çfarë ka vërtet rëndësi për mua? Hobit, lidhjet me njerëzit, një punë me kuptim, rritja personale, cilat janë vlerat tona? Dhe ja ku është Chelsea. Rruga drejt lirisë nuk është e heqim qafe ankthi një herë mirë. Kjo mund të jetë e pamundur. Liria vjen kur fillojmë të lëvizim drejt vlerave tona, edhe me ankthin prezent. Të zgjedhësh të bësh atë që ka rëndësi, pavarësisht ndjenjës së pasigurisë, kjo është mënyra se si e rimarrim jetën tonë në duart tona. Dhe kjo na sjell në pikën e fundit, dhe ndoshta më të rëndësishmen, të jetuarit me pasiguri. Ideja nuk është ta luftojmë ankthin, por të ndryshojmë marrëdhënien tonë me të. Një mënyrë e bukur për ta parë është kjo. Ankthi vepron më shumë si valët. Shpesh e mendojmë si diçka që vetëm rritet e rritet pa pushim, por realiteti është ndryshe. Ashtu si valët e detit, ankthi vjen, arrin një kulm dhe pastaj tërhiqet. Ka ngritje dhe ulje. Vetëm ky kuptim mund ta bëjë ndjesinë shumë më të menaxhueshme. Ja dhe një metaforë tjetër. Ankthi është si një mik tepër mbrojtës. Në thelb, ankthi po përpiqet të na mbajë të sigurt, por në rastin e ankthit shëndetësor, ai e ka tepruar pak, është bërë tepër mbrojtës. Pra, në vend që ta luftojmë, ç'të themi sikur ta pranojmë praninë e tij. Mund t'i përgjigjemi në mendjen tonë. Hej, faleminderit që po përpiqesh të më mbrosh, e vlerësoj, por tani për tani jam në rregull. Mund të bësh një hap prapa? Kjo ndryshon gjithë dinamikën. E di, të gjitha këto informacione dhe strategji mund të duken paksa dërmuese. Prandaj këshilla më e mirë është kjo. Mos u mundoni t'i bëni të gjitha për një herë. Thjesht filloni me një hap të vogël. Zgjidhni vetëm një strategji, atë që ju duket më e përshtatshme për momentin, dhe provojeni. Edhe një hap i vetëm, sado i vogël, mund të ketë një fuqi të jashtëzakonshme. Dhe kështu e mbyllim me një pyetje të fundit për reflektim. Në vend që të pyesim vazhdimisht si ta heq qafi këtë frikë, le ta ndryshojmë pyetjen. Le të pyesim, cili është ai veprim i vogël që mund të bëj sot për t'u afruar sadofak me jetën që dua të jetoj, me vlerat e mia. Ky ndryshim i vogël në fokus është gjithçka.